Kur klienti vjen tek unë, në radhë parë, unë bëj inventarizimin e frikrave të tij. Cila është frika më e madhe, cila është më e vogla, nga e para deri mundësisht 10 frikra që ka, ja rendisim. Ky quhet inventari Padua, sipas një shkencëtari huaj. Pastaj marrim ato të cilat janë më emergjente, edhe fillojmë zbërthimin e tyre, njohjen. Kjo quhet psikoterapi kognitive. Psikoterapi kognitive do të thotë që të njohim arsyen e vërtet nga i vjen. Edhe rrezikun të cilin ai e konsideron të madh, por nuk është. Për shembull, një që është tremur se i rre zemra, ka palpitacione, zemrën e ka shumë të fortë, ai ndjen imitime, therrje, dhimbje, saqë ai domethënë zguxon të përmendet fjala smundje. Fillojnë pastaj edhe frika nga vdekja, ka frikë të marrë pjesë në vaki, ka frikë të një lajmërim, një lajm. Ai që ka frikë se mos çmendet, kjo është frika më e shpeshtë, domethënë e ka për shkak se i vijnë lloj-lloj mendimesh dhe ai tani këto nuk thot se më vijnë, po thot i prodhoi truri im. Edhe ai barazon veten me këto mendime. Ai domethënë pasi bindet që këto nuk janë mendja, këto vijnë në mendje. Domethënë imagjinoni një besimtari shumë të mirë, mund t'i vjen në mendje domethënë një merak, po sikur domethënë nuk jam besimtar, po sikur nuk e dua Zotin. Po sikur, ose nënës, për shembull me foshnjën, i vjen në mendje, po sikur mys foshnjën. Domethënë, kjo nuk është se ajo e prodhoi truri i saj. Asaj fantazia e keqe i erdhi, u trem sepse se duron as fantazin, dhe asaj duket sikur po shkput lidhjen me realitetin, pra frikë nga çmendja. Dhe kjo është faktikisht treguesi fort për qëndrueshmëri mendore. Ai nuk pranon as imagjinatën, po kjo lloj frike me rëndësi për shkak të rëndësisë që i jep klienti, i jep pacienti. Frika do t'ikën punën e vet e ka, përqendrohet. Dhe sa më shumë që përqendrohemi në gjëra që ne i kemi frikë, aq më shumë fuqi marrin ato. Kjo është për shëndetin e për besimin e për shumë të tjera. Çfarë ndodh tani? Kur njeriu i njeh këto gjëra, ose për shembull frikë se mos mbiret fiket, lëvizjen e ekuilibër. Ne ja shpjegojmë që tek njerëzit me ankth dhe me frikra që zemra i shton rrahjet është jashtëzakonisht është këtë e pamundur me të rënë fiket. Sepse zemra bën të kundërtën e asaj që për të rënë fiket. Për të rënë fiket duhet që zemra të paksojë rrahjet, edhe nuk furnizohet truri me gjak, krijuesi e ka bërë që të ulësh kokën të furnizohet, nuk është rrezik ajo. Por problemi është që njerëzit me këto frikra dhe me ankth nuk ju bie kurrë të fiket, nuk janë as rast të fikti. Pasi i njohin këto probleme, pasi marrin informacionin e nevojshëm, ose frika tjetër se mos do më kapet depresioni. Edhe unë me një pyetje sqaroj, kur dëgjon ti se dikush domethënë i dha fund jetës, të merrohem thot. Po problemi është që ai që është me depresion, frikën nga vetvrasja nuk e ka hiç, ai madje ka ngushëllim, pra ti e kundërta, ose frika se mos ma dallojnë të tjerë gjendjen time. Të gjitha këto frikra, pasi diagnostikohen, pasi njihen, pastaj vepron edhe psikoterapia, domethënë e kombinuar, që unë preferoj ta bëj. Domethënë, se shiko tani, edhe shkenca është e dhënë e Zotit, është domethënë fuqi e Perëndis që na i ka dhënë këtë mundësi për ta përdorur. Ashtu siç ilaçi, i cili është kur duhet përdorur, pra është doktori, është pra çfarë ndodh tani? Prandaj psikoterapia shëron, sepse ne i futemi në detaje problemit dhe punojmë me trurin, dhe bëjmë që ai, pra këto mendime obsesive, ose mendime që i shkakton shejtani, t'i dëgjoje, të mos i sulmoje dhe t'i injoroje, domethënë t'i shpërfillë.